Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wattaqullaha inna Allaha alimun bi dhati s-sudur. Allahun e falemndrojmë që i takon madhnisë Allahut, që në ka bërë rrezik shahadetin, në ka bërë rrezik islamin, feje pranuar e vetme tek Allahu azza wa jall. Allahun e falemndrojmë që na ka mundsuar Allahu që ne Allahun ta madhrojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë të kërkojmë. E pastaj në këtë ditë xumaja i çojmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, në këtë ditë xumaja kërkojmë nga i madhi Allah që Allahu gjunahet tona af dhe magfiret t'i ban. E pastaj Allahu me rahmetin e tij të na ban në rrezik Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhenemit. Kërkojmë nga Zoti i Madh me emrat e bukur të tij dhe cilësitë e tij të larta, që Allah të na furnizon, të na ban rrezik Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhenemit, dhe nga i madhi Allah kërkojmë Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhenemit. Amin. Dhe kjo është fitoria më e madhe, me arrit mëshirën e Zotit, faljen e Zotit, e pastaj me rahmet Zotit me shku në xhennet. Kjo është fitore fauzan adhima. Në këto momente të xumas, pas lutjeve dhe salavateve mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do të përmenim disa porosi që vijnë nga Kurani dhe nga Sunneti i pejgamberit alaihi salam, për disa smundje të disa djemve dhe disa trive dhe trejave dhe disa kategorive të njerëzve që në jetë jetojnë me një pikësënim, dhe ajo është me qenë të famshëm, me qenë me nam, me qenë me pozit. Dhe në histori vazhdimisht ka pas njerëz, por do emra i kemi harruar dhe nuk i ka përmend historia. Kanë jetuar në kohën e tyre me famë, me pozit të lartë, por emrat e tyre janë harruar. Dikush pozit me pasuri, dikush pozit me politik, dikush pozit me muzik, dikush pozit me sport, dhe pikësënimi i tyre është mu bë të famshëm tek njerëzit. Dhe këto njerëz që dojnë mu bë të famshëm tek njerëzit, këto njerëz harrohet emri i tyre në histori. Qëllimin e kam, po duhet mu ka një suksesshëm njeriu në këtë dynja. Për famën, namin, pozitën, duhesh me pas pikësënim ku e ki pozitën tek Zoti jot, ku e ki namin tek Zoti jot, me çka veçohesh te Zoti jot. Kjo është pikësënimi që në këtë gjuma du me përmen për vete dhe për juve. Thotë Allahu në Kur'an, wattaqullaha inna Allaha alimun bi dhati s-sudur, dhe keni frikë Allahun sepse Allahu e din shumë mirë se çka mshefni ju në gjoksin e juaj, në zemrën e juve. Prandaj besimtarë nderuar, ne duhet të furnizohemi me iman dhe me vlera që Allahu azza wa jall të ngrit pozitën tonë në dynjat dhe në ahiret, ta ngrit pozitën tonë në dynja dhe në ahiret, dhe ta ngrit namin në dynja dhe në ahiret, dhe emri jot nuk harrohet asnjëherë. A dini dikur që ju kanë shumë i pasur para 100 vjetëve në trojet tona, si a dina emrin. A dina na ikur që ju kanë i suksesshëm me si a dina emrin. Ama dikush a din që a ka dikush në dynjat prej muslimanëve që nuk ja din emrin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? S'ka. Emri më i përfolur në historinë e njerëzimit është Muhamedi alayhis salam. Emrin e Isës alayhis salam, a ka dikush që nuk e din? Këtë e dim. Emrin e Musës alayhis salam, a ka dikush që nuk e din? Jo, këtë e dim. E dim edhe na muslimant, e dim edhe jo muslimant, edhe krishterët, e din edhe çifut, a dinim pse? Se Allahu Isën alayhis salam e ka ngrit, Musën alayhis salam e ka ngrit, Muhammed Mustafa alayhis salam e ka ngrit, edhe pozitat njerëzore të ahlakut, të burnies së tyre, të vlerave të imanit dhe të instalimit të vlerave njerëzore kanë qenë më të larta në historinë e njerëzimit. Prandaj për kujtu, kush don me pas arritja e famës, është arritja tek madhnia e Allahut, që ti ke adhurim ndaj madhnisë Zotit dhe pozitën tënde, nëse Allahu ta ka mësuar, ta ka bërë rrezik namazin, ta ka bërë rrezik Kur'anin, ta ka bërë rrezik istighfarin, ta ka bërë rrezik shkollimin, ta ka bërë rrezik punën e hajrit, dhe je qelsi hajrit, ti je me famë dhe i ngritur te Zoti. Po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet,
wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil, robi vazhdon të afrohet afër Zotit me vepra nafile, me sunnete. Për farzë s'bëhet fjalë, po bëhet fjalë garim në nafile. Edhe njeriu nëpërmjet nafileve i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe përfundon hadithi në fund, pjesa e fundit, nëse më kërkon diçka robi, do t'i jap gjithsesi atij, i ka garantu Allahu. E nëse strehohet tek unë dhe kërkon mbrojtje nga unë, patjetër se unë jam në mbrojtjen e tij. Sahabët ishin çka i krynin sunnetet e Rasulullahit, dhe Muhamedi alayhis salam ishte rrek i njerëzimit. Dhe Allahu e ngriti njeriu më shumti pej Ademit alayhis salam. E deri te njeriu i fundit, njeriu më me famë dhe më i dashur tek Allahu me pozitën më të lartë është Muhamedi alayhis salam. Edhe ne jemi ummeti Muhamedit alayhis salam. Prandaj duhet ta ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta ngritim pozitën tonë tek Zoti subhanahu wa taala. Thot Allahu për Musa alayhis salam, "Wa kana 'inda Allahi wajiha." Dhe ai Musa alayhis salam tek Allahu ishte i dalluar. Allahu e dalloi, e dini pse? S'po ndalen në histori. Se ai ishte më besniku, ai ishte karshi Firaunit, ai nuk tradhoi në asnjë moment. Ai tha Allahut kella ma'i rabbi sayahdin. Në fundin e detit kur erdhi ushtria e Firaunit, tha as se si Allahu nuk më le mua. Po çka do të më udhëzon, do të ma çelë rrugën. Unë mbështet në Zot dhe Allahu e ngriti. Prandaj Musa alayhis salam ishte i dalluar dhe ishte njeri në pozitën e lartë, që Allahu e ngriti për shkak imanit, për shkak besnikrijës, për shkak burrnies së tij që i neti karshi Firaunit dhe ishte besnik në fenë e tij. Pastaj e përmeni edhe Isa alayhis salam, idh qalet il malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fi ad-dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin. Isa alayhis salam ishte biri i Merjemës, i njohur me autoritet në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Xhamat të ndershëm, jemi ditë e xumë. Ngrit në pozitën tuaj me nafile dhe kryerjen e suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pozita më e lartë, pra më e ndershme është kur njeriu është e kujton Allahun. Ku ka pozitë më të lartë se Allahi më të kujtu ty, fadhkuruni adhkurkum, thot Zoti në Kur'an, përkujtoni mua, ju përkujtoj juve unë. Prandaj fama nuk bëhet nëpërmjet Instagramit, nëpërmjet Facebookit, nëpërmjet kutadiune. Njeriu më i paditur poston kutadiune muhabete. Njeriu më i pamoralshëm del e zhveshur, del i zhveshur, del promovon antivlera dhe do të bëhet i famshëm me antivlera. Njeriu duhet promovon vlera, vlerat janë imani dhe marrja, janë morali, janë adhurimi, është dhikri, është istighfari dhe ashtu me radhë. Prandaj fadhkuruni adhkurkum nëpërmjet përkujtimit tek Allahu azza wa jall, bash i famshëm dhe Allahu të përkujton ty. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kurse fama e vërtetë është kjo që përshkruan Muhamedi alayhis salam, inna Allaha tabaraka wa taala idha habba abdan nada Jibril. Kur Allahu e don robin, kur Allahu e don besimtarin, e thirr Xhibrilin dhe i thot o Xhibril, unë e du filanin, duj edhe ti. E Xhibrili banorëve të qiellit i drejtohet në kuptim të hadithit dhe i thot Allahu e don, unë e dua, thot këtë një, Allahu e don, të duan edhe jo, dhe banorët e qiellit e dojnë atë njeri. Edhe bëhet ka kabul tek njerëzit, bëhet i pranueshëm te njerëzit. O vëllezër, nuk ka privilegj më të madh se më dashur Allahu. Nuk ka privilegj më të madh se më dash melaqet. Nuk ka privilegj më të madh se më dash Xhibrili. Nuk ka privilegj më të madh se më dash njerëzimi. Prandaj ban vepra të don Zoti, ban vepra të don melaqet, do don Xhibrili dhe të don njerëzit. Mos ban krim, mos ban zullum, mos ban padrejti, se ti bash i famshëm me zullum, po thën qafën në dynja dhe në ahiret ki më kanë i ndëshkuar. Prandaj ngritë famën tonë dhe pozitën tonë me takvallëk, me dhikr dhe me vepra të mira dhe pe përfundoj. Kur e pyet Muhamedi alayhis salam 3 herë, i than o pejgamberi Allahut, çish ta ngritmi pozitën te Zoti jon? Cilat janë veprat më të dashura për punën më të dashur tek Allahu? 3 herë pyetën pejgamberi alayhis salam, tha alejke bi kathrati sujud, alejke bi kathrati sujud lillah, e pastaj fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja.
wa hata anke biha khatia. Alejke bi kathrati sujud, thot po të porosis me ban shumë sejdë. Njeriu sa më shumë sejdë ban, çaq më shumë pozitën të lartë e ka garantu pejgamberi. Dhe ka thonë lan tasjuda lillahi sajdatan, dhe nuk ka mundësi ti një sejdë sot që e bën e Allahu mos më të ngrit një shkallë në xhennet. E një shkallë në xhennet është bejnë semai wal ard, mes tokës dhe qiellit. E sa sejdë i ka bën jetën tonë. Ngritë pozitën tonë, namin tonë me dhikr, me nafile dhe me sejdë sa më shumë. Pse? Se nëpërmjet sejdës se ngrit pozitën tek Zoti e Allahu edhe pastaj t'i fal gjunahet, kështu përfundon hadithi pejgamberit alayhis salam. E lutim Zotin e Madh që ne të luftojmë në jetën tonë, ta ngritim pozitën jo tek njerëzit, por tek Zoti i Madh azza wa jall. E lutim Allahun e Madh që namin tonë ta ngrisim me ibadet, me dhikr, me istikfar, me dua, me lexim, me ilm, me terbije, me moral, me vlerat që na mëson Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam, e mos dalim rrezila nëpër rrjetet sociale, të promovohemi antivlerat tona, amoralitetin ton, çmendurinë ton, budallakiat tona, se do të përfundojmë si të çmendur dhe të nënçmuar në dynjë dhe në ahiret. Prandaj Allahu ka përmend Muhammed Mustafa alayhis salam, Isa alayhis salam, Musa alayhis salam dhe gjithë pejgamberët yrnek me namin më të madh të njerëzimit. Allahu na ngrit namin në dynjë dhe në ahiret, pozitën tonë në dynjë dhe në ahiret. E lutim Allahun azza wa jall që zemrën tonë ta mbush me iman, Allahu mendjen tonë ta mbush me dije dhe furnizimin ton ta kemi me rrezik halal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.